Seanca në gjykatën administrative për shqyrtimin e kërkesës së kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj për shfuqizimin e dekretit që emëroi në 2008 Olsdadon prokuror u shoqërua me debate. Vet Veliaj pretendoi se ndodhej në burg në bazë të një hetimi që, siç tha ai, e ka bërë një noter, ku ju referua profesionit të parë të prokurorit Olsdado. Debate pati edhe për moslejimin e kamerave në seancë dhe qëndrimin e KLP-s. Avokati Plaren Dreca i tha gjyqtarit Hasbi Balliu se moslejimi i kamerave është censur. Në vijim ai kundërshtoi edhe qëndrimin e KLP që kërkoi moslegjitimimin e Veliajt si palë që mund të kërkojë shfuqizimin e dekretit. Dreca deklaroi se KLP kërkon të mbyll gojën atyre dhe t'u heqë të drejtën për t'u ankuar. Mendoj që çdo qytetar, çdo taksapagues i Tiranës ka legjitimim aktiv për t'u bashkuar kësaj padie, sepse ka interesin për të ditur nëse prokurori që ka marrë nga detyra kryetarin e bashkisë tyre të zgjedhur është i lishëm apo jo. Seanca e radhës për këtë çështje do të mbahet më 3 korrik.